Ditën e djeshme, Gjesti ka kërkuar një darkë vëllai të madh me Egli Takon për t'u sqaruar për të gjitha gjërat që kanë ndodhur mes tyre. Ai në darkë ja ka bërë me dije banorës se ka gabuar dhe se e di që nuk është i pastër. Megjithatë, këngëtari Pejan thekson se është ndier mirë me të dhe se ka qenë një krah për të. Mes të tjerës, Gjesti i thotë se e ka moshën për të gjetur dikë e bërë plane, por që nuk është ai i duhuri. Jam përshtatur me ty në shumë gjëra, ti kam thënë të gjitha gjërat se e kam ditur që ti nuk mi përdor, të kam thënë të kam në krah, më është ndenjur me ty, më shumë se sa kam qeshur me ty me askën tjetër, se ka qenë energjia, u shpreh ai. Tutja i tha, unë e di që ti duke dashur shumë shkoj në ekstrem. Kujdesi i madh ndaj meje, simptomat e tua ato duke qartë duke hyrë thellit, rash në depresion, po ndi diçka për ty, kur në jetë. E ke moshën e di, më fal. E di që ke tjera mendime, por më fal. Unë jam ky njeri, nuk mendoj shumë, vetëm futem. Kur nuk mendoj se çka më pret pas. Më fal. E di që do një djalë serioz që do me çu jetë me dikë. Si motra ime, ka dëshirë të krijojë familje. Po të kuptoj, por kupton dhe ti. Energjinë e mirë kur e kam me një njeri, vuaj për atë njeri. Të kërkoj falje për lotët e tua, kam pasur gabime, nuk e le veten të pastër. Prezenca jote më ka munguar në shtëpi, nuk mund të më mohosh, as që jam kënaqur me ty. Ka qenë energjia, shtoj ndër të tjera, Gjesti, duke u sqaruar kështu një herë mirë me Egli Takon.